Duke qëndruar jashtë paskuintave, unë mësova që ju fatkeqësisht do ta them tani, por fatmirësisht më herët, keni qenë hoç i artistit që sot ndroi jetë nga qyteti i Shkupit, Shpat Kasapit. Si e kujton Shpatin, hoç? Ë, Sot isha në punë edhe një kolegu im, informatën e parë që e pa në lajmet në portale, erdhi direkt te unë, se ai e ka ditë se unë Shpatin e kum pasën për së afërmi dhe ka qenë një ndër ata të cilët gjitha konsultimet i ka pasën me mua si hoq, edhe vetëm erë tha, ai shoku jot tha, më duket se ta ka ndru jetë. Thash, për kanë ki fjallën? Thash Shpati, thash mos më thuaj. Tha po, thash inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gjithë jemi të Zotit, edhe një ditë për ditëve ai do të kthehemi. Nuk du të flas për Shpatin në pika gjëra, por unë si hoq e tha më kryesorën se kurorën e Shpatit dhe niqahun, ti themi në atë terminologjinë e fejes, kam qenë unë në familjen Kasapi, në shtëpinë e tyre, kur unë kum bo kuror dhe kum bo niqah Shpatin me pashortën e saj Silvia. Kështu që përpos këtij akti të madh, na Shpatin e kemi njoftën si një njeri human, njeri që ka pas zemër të butë, ka qenë i shoqërueshëm, e ka dashtën besimin, e ka dashtën Zotin dhe është mundu çdo herë, edhe kur ka dalë për jashta, edhe kur ishte mbrenda, por une e kujtoj ditët kur ishte ai në Shkup, thojte hoq, unë jam në Shkup, hajde se nesër do dalim xhuman. U kry Shpat, por thash do ta marrim edhe e dinti Haxhian, dostin tonë të timin, Haxhi Muzafer Bislimin, ku është një shok i ynë, edhe një mik i ynë, ku bashkë me Muzaferin, me Shpatin, dilnim dhe kemi falë xhuman ose në çarshi, ose me ndonjë xhami nga xhamiat e qytetit të Shkupit. Rast Kështu shumë i që, rëndë. kështu që na si besimtar në përgjithësi, pasi që ai më ka kalu për kësaj bote, nuk është gjithçka fundi i dunjajës, sepse na pas kësaj bote besojnë edhe botën tjetër. Na kërkojmë për Allahu Dhul Xhelal se gjithë ata të cilët i kemi përcjell, por edhe mikun ton, shokun ton, Shpatin, Zoti ta mëshiron, edhe inshallah ai varr ku do të shkon, i bëhet një baqe për baqeve xhenetit.